Në oborin e shtëpisë së Big Brotherit, tensionet shpërthyen papritur. Nailiri, i lodhur nga situatat e ditëve të fundit dhe nga dyshimet që po qarkullonin mes banorëve, ju afrua Albës për t'i kërkuar një shpjegim. Zëri i tij ishte i ulët, por i ngjeshur me nerv, ndërsa fytyra e tij ishte e mbushur me pikë pyetje. Alba, pse po sillesh kështu? Çfarë ke? I tha ai, duke tentuar ta ruante qetësinë. Alba, e cila prej mëngjesit dukej se ishte nervoze, u kthye drejt tij me një shikim të ftohtë. Ajo ngriti vetullat, mori frym thellë dhe ia preu shkurt. Nuk më intereson kush je e çfarë kërkon. Na lër të qetë. Fjalët e saj ranë si një goditje e fortë në ajër. Banorët që ishin aty pranë u ndalën, sepse askush nuk e priste kaq direktësi. Nailiri u step për një moment, sytë e tij u ngushtuan, dhe dukej sikur po luftonte me veten të mos shpërthente. Po pse gjithë kjo ashpërsi? Unë thjesht të pyeta. Murmuriti ai, duke ngritur lehtë duart në shenjë dorëzimi. Alba nuk e zgjati. Ajo u largua me hapa të shpejt drejt dhomës së ndenjes, ndërsa flokët i valviteshin prapa. Ishte e qartë se s'kishte ndërmend të jepte asnjë shpjegim më shumë. Në obor mbeti heshtje. Disa banorë shikuan njëri tjetrin me dyshim. Çfarë kishte ndodhur mes tyre? Pse Alba shpërtheu ashtu? A ishte diçka personale apo thjesht presioni i lojës po i rëndonte? Nailiri uli kokën për një sekond, pastaj qeshi me hidhërim. E po mirë. Në rregull. Po ju lë të qetë, tha ai, por zëri i tij tregonte qartë se situata e kishte prekur shumë. Ndërkohë, kamerat kapën çdo grimc tensioni, çdo shikim dhe çdo reagim. Edhe banorët që rrinin larg, tani e kishin vëmendjen vetëm tek kjo përplasje, që me siguri do të komentojë gjatë, si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë.